Radio Vlera. Emisioni Imbramis. Udhëheqësi i misionit Akim Gashi. Emisioni realizohet në studion qendrore Radio Vlera në Saint-Louis të Francës. Mirë të ndërruar dëgjues, mirë se erdhët në valët e radios suaj, mirë se erdhët në Radio Vlera në emisionin e mbrëmjes. Ju përshëndes ngrohtësisht kudo që jeni, me shpresë që keni kaluar një të diell të bukur dhe me shpresë që do kalojmë bukur edhe këto 2 orë sot do jemi shoqëri deri në orën 22. Gjithë vëllezërve dhe motrave tona të besimit të Krishtit, nga zemra, në emër të stafit dhe në emrin tim personal, ju uroj Pashkët, duke uruar që në familjet dhe vatrat tuaja të mbretëroj shëndeti, lumturia dhe begatia e harmonia. Festofshim edhe shumë festa tjera bashkarisht gjithmonë. Kështu pra të ndërruar dëgjuese, kemi startuar edhe për sonte këtë emision të drejt për drejt dhe pas pak ju do keni mundësi të kyqeni nëpërmes Viberit në +33 780 525 835. Fillimisht do shkojmë një këngë për t'ju dëshiruar mirësardhje dhe pas këngës ose në ndërkohë presim ndonjë propozim për ndonjë temë që dëshironi ta marrim bashkërisht. Dhe të kundërtën do e përzgjedh vetë një temë dhe do bashkëbisedojmë deri në orën 22. Disponim të kanë shumë vazhdojmë. Shetit në pesta
penje të kirit, marje honi tani bjesh të burit, e nëzojt për rishse, nëzojt mërturit. Jeni nga Radio Vlera me misionin e Mbrëmjes. Sa vjeni kusha si shkojnë puj, du me I thonë të qifte biz, du ka gjimit I thonë madhësis, mos të havën brezat që rritën, e festa tonja e traditën, mos të havën brezat që rritën. E mos harrojmë festat tona dhe traditën, vërtet një porësi, një mesazh I qartë dhe shumë kuptim plot. Edhe një herë gjithë vëllezërve dhe motrave të besimit krishter I urojmë Pashkët duke uruar lumturi, shëndet e gëzime gjithmonë e mot. Bestofshim edhe shumë e shumë festa tjera bashkarisht si gjithmonë. Përshëndes o dëgjues të parë që isha në live stream, një përshëndetje për mikën Gjeva Salihaj, mandej përshëndes mikun Enver Fazliu, dhe mbet qefi që shoh ka kohë që se kemi parë dhe besoj më ka rënë ndërmend. Shpresoj të jetë mirë me shëndet. Mandej Maki është në shoqërimin e përshëndesim, një përshëndetje për rapsodin e popullit Bedri Karagjen, duket e poshtë dikon që është në Kosovë, uroj pushime të këndshme nëse është atje. Një përshëndetje edhe për vendosjen Fatmira Ali në Gjermani, përshëndetje Agim Gashi, përshëndetje për gjithë dëgjuesit, faleminderit edhe ne të përshëndesim. Maki thot përshëndetje për gjithë, kush ka ditëlindje shumë urime. Faleminderit Maki. E shkojmë tutje dhe e burbuqe fetojnë, po ashtu e përshëndes mandej në Xhmia Xhemolin, e cila thot përshëndetje Agim, përshëndetje dëgjues, kaloni mirë dhe respekt. Moraj të kalash bukur edhe të në Xhmie. Nëse më ka ikë do një shkrim ose do një dëgjues se kam përshëndetur në live stream I kërkoj falje. Përshëndetje edhe për gjithë dëgjuesit që na ndjekin në platformën e radio shqiptare në Shkabaj dhe ata që na ndjekin në faqen e radios në www.radiolera.com. Gjithë jeni të përshëndetur për zemërsisht. Edhe pak do pres për ndonjë temë apo ta lëm temë të lirë, sido që të doni. Edhe Fatmira Liu thot gjithë shqiptarëve të besimit krishter, ju uroj Pashkët, faleminderit Fatmira. Edhe vazhdojmë me misionin, jemi drejt për drejt në Radio Vlera. Një përshëndetje edhe për poetën Violeta Maliqe, gjithashtu, dhe për gjithë dëgjuesit kudo që na ndjekun nga do që na dëgjojnë janë të përshëndetur. Burbuqe fetoj thot përshëndetje zotëri Agim Gashi, përshëndes edhe gjithë dëgjuesit, faleminderit edhe ne të përshëndesim. Makit kam përshëndet edhe herë, po të përshëndes, po thot s'di Agim, am përshëndete. Ajo, po të përshëndet edhe njerë, të rej pushime të këndshme atje në atë dhe qaste të bukura në Radio Vlera. Ne do shkojmë për disponimin tuaj edhe me një këngë të bukur në vazhdim, por gjithmonë
në pritjet e telefonatave tuaja. Edhe maki ka uruar të gjithë besimtarëve katolike gëzuar për shumë mote. Faleminderit maki. Maki thotë me rëtemin kur është më mirë më martu blesëria, por në vini, maki të meshkët në do këtë as blesëria së në vini. Ndërse me dhe këtë potpuri këngësh bukura, jemi rikthyer, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e rregullt të mbrëmjes. Emri është Nexha Berisha, cilë në përshëndes, një përshëndetje për Radiona Delion, gjithashtu që është pothuajse çdo herë me ne, ju uroj qaste të bukura në vazhdim me Radio Vlera. Fatmira Liuthet motra ime, po ashtu edhe djali im, sot kanë ditëlindjen, ju uroj edhe shumë tjera. Edhe ne në emër tim dhe stafit, ju urojmë ditëlindjen edhe të motrës suaj, edhe djalit tuaj, duke ju uruar në shëndet, lumturi edhe nga nisjen ditëlindje tjera të lumtura. Ne pa humbur kohë do shkojmë edhe me një kaq ditëlindje për të përcjellur urimet tuaja, por urimet tona këtu për dy njerëzit e dashur tuaj.
por gjithmonë ju njoftoj që jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e Rregull të Mbrëmjes. Dhe ju pres në Viberin e radios në plus 33 780 545 835. Shkojmë një këngë ditëlindje në vazhdim. Shumë orime, shumë gëzime, për shumë vite, si kur e zja me gjime, turon zemra ime. Sot është dita jote, dita e kësaj bote, Zoti te bekoft, pas qenë dhe për mot, shpirtin t'lot si dete, i bash 100 vjet, i bash 100 vjet. Hajde koka ti të krojme, vendit lindjete, festojnë për festojnë. Hajde volen të vazojme, zemra tona ti gëzojnë, ti gëzojnë. Shumë orime, shumë gëzime, për shumë vite, si kur e zja me gjime, turon zemra ime. Drita t'shkelqen bukur, për qasin e lumtur, qofsh me jetë e fat, lumturit e gjat, shpirtin t'lot si dete, i bash 100 vjet, i bash 100 vjet. Hajde koka ti të krojme, vendit lindjete, festojnë për festojnë. Hajde volen të vazojme, zemra tona ti gëzojnë, ti gëzojnë. Hajde koka ti të krojme, vendit lindjete, festojnë për festojnë. Hajde volen të vazojme, zemra tona ti gëzojnë, ti gëzojnë. E ndoshim edhe këtë këngë e cila i përcolli edhe urimet për më rastin e ditëlindjes, që i përcollën për Fatmire Aliun për më rastin e ditëlindjes së djalit, dhe ishte edhe dikush se vërtet mjekën shkrimet. Gjithashtu motrës më duket, kështu që dyve ju urojmë ditëlindjen edhe një herë, gëzime e jetë gjatë të lumtur. E të shkojme, kemi tashmë në linje edhe telefonatën e parë, me ne është miku Enver Fazliu, cilin i dëshiroj mirëseardhje, mirë mbroma, mirë se na erdhe. Me mama përshëndetje, i nderuari, i shmuari, i me vlera, i nderuari miku im Agim Drenica. Ju përshëndetje me zemër, që gjithmonë nga Barileva Heroike. Ju lumt për këtë emision të veçantë, i nderuar miku im. Faleminderit shumë, po shpresoj të jeni mirë, ka kohë që ju kemi dëgjuar, s'keni qenë, Me po për- shpresoj të me mos për- kesh në basë ndonjë problem, por kohë ju kuptojmë kur s'keni kohë, s'keni. Po. Unë falë, i nderuari miku im. Jo, se me asë të se vetëm më ka rënë mend bindu që kam dashur me të shkruaj 2-3 herë, po thesha po të shqetësoj, jo për diçka tjetër, vetëm kam dëshirë të di që jeni mirë, por kur keni kohë jemi këtu. Po, veçornë. Me të vërtet, miku im i nderuar, se një person i cili paraqitet gjithmonë në mediumin tuaj, nga një herë kur nuk paraqitet lën goxha
shtek, që thoi një fjala popullore, me të vërtetë dallohet që nuk jam kyç, kum pas do punë familjare, do punë drejtën me thonë pak me do ankesa, me do qito si gjithmonë, na me këto pak ankesat smundjeve këto, kështu që gjithmonë me mendje dhe me shkrime, nga një herë kom pas mundësi dhe të shkruaj, se me të vërtet njeriu që kje dëshirë me dëgju zërin e me u kyqin në mediumin tuaj, kam dhe unë dëshirë, po nga një herë nuk po mundëm, se po jam pak angazhuar, jo me pune, jo me nga shtëpia, kështu që falenderoj që me të vërtet jo, më ka në ranë, mos më ndosh që nuk e kam vrejt, por vërtet nështë edhe kam bërë gabim që s'kam thirë, po jo për diçka vetëm më dash me ditë a je mirë, për të tjerat jemi këtu, kur të keni ku, unë dini që unë asë njerën, kur të paktën në Radio Vlera nuk I thamë se s'po vjen atë aspektin, po vetëm më dash me ditë që a je mirë me shëndet kjo, po më gëzën që sa të po ta dëgjoj zërin, po si po kalani atje, atje në Podlijeva, po? Bariljev, po. Mirë nderuar mikim, me të vërtetë sot ka qenë një ditë pranverore, ka qenë një ditë e bukur, po disa ditë ka qenë pak një kohë, ndoshta edhe e dini edhe ju, ka qenë pak e freskët, ka qenë pak me shi, drejtën me thonë, nuk ja kemi fillu ende do punëve. Ju keni punë të në kopshtë, me siguri në kopshtë e punani shumë atje në Bariljev, në sa djenë, po? Po, me të vërtet, po, do patate e do rasatën që I përdorëm, na shamu të bëjdo të kopshteve, do rasatën të porrive, do qëto që përdorën e që mbilën, që tash në pranverë, drejtën me thonë, kanë ngecë pak se ka qenë kohë e likë, pa ka qenë qëto kohëna, jo me shije, jo me ere, jo besa lagë, edhe toka, kështu që disa që I kanë punu, I kanë lavru arat e këto, në vjesht, kur I kanë punu ato, sa kanë mujtë me shfryzu e shamë të bëj, kanë mujtë me punu e me mbil, ato mbillna pranverore, disa që I kanë qenë pak ma vonë, besa ke edhe një farë fatësie, një farë rasje tokës që I ka ra këgja shumë shi, kështu që këto ditë që këshivi fundit pak I ka zbut pak këto toka e pritet që të ditë 3-4 ditë që të nëzhe toka me ja fillu me punue, se me të vërtet të na punohet, ndoshta ke kalu kësaj dhe pari, kështë që punojnë. Di që punojnë shumë dhe nështë do të thotë kopshtet dhe perimet I kultivoni, është edhe toka mirë, edhe është edhe kanali nëse s'ka bëj ato, keni edhe ujtë. Po, kanalin e kemi, kanalin e Iver Lipenci dhe kemi në mes fshatit është, do shumë të bëj, do që janë afer ato, jo me ramjet lire, jo me anë të këtyne motorave këto, batu jitja, që janë shumë të bëj këto në mrezha që janë pak më të larta, kanë edhe shtypje, munden edhe të ata qepat, kështu që janë shumë të bëj me gypa të aluminit, gypa fini 120 ata gypat, mundën me të ujitim, kështu që mirë, po kanali gati ka qërë terin qëshor, që ashtu nuk lirohet, kështu që mirë, kryesore ujnë, po edhe puset, me I hap puset të na, nuk është të sëllësie madhe, ma shumë të din 6-7 metra nuk ekziston ma shumë, kështu që mirë, kurse saj përket ujt lumit, gëgja shumë, ju e dini, ndoshta din lumi lab ka kalen kanato. Është I ndotën, me siguri është. Po, ajo është I ndotën, me të vërtet është I ndotën gëgja fort, se prej që I pëj hudhin në kanalizimet e këto, pëj bojnë do pastrime, po shumicën pëj gjujnë edhe ndo mbetorina, do e kanë ngushtu edhe shtratin e lumit, kështu që me kanë pa bo mendje për me zgjeru kapak, po aja është me të gati si një procke e vogël, drejtën me thonë se të është ty. Na jemi do njerë si tokën tonë që ne kalon baba e tash ku hinan këfar bisede, që ne kalon prind, ato nuk e punojnë, po jemi pak
tetur jemi afër rrugës, afër lumit, afër megjes, afër rrugës, këto I kemi pas gjithmonë këto që në vend që me punu tokat, afrohen të lume me mbulojnë e mbushin, ato kur po ka vërfime, shumë të bëj, kur po ka shirat mëj, besa dhe për te kalen ato shratën, se ajo është ngushtit se vogël, kështu që kështu po ekzistojnë si gjithherë. Na as një gjanë nuk e zgjerojmë, as nuk na shet dikush, po sa keq e ma keq e veprojmë, ai burllogën që burllog I nderuar miku im, jo keni pa shembull të bëj, veç e hudhën prej dritare, se ta hudhën në ftyre, ta hudhën në kame, këto I kemi na, s'kemi kulturë, mas pari kultura është zero të na. Kështu që, po, hapet mire kështu, miku im, Po që me po, kryesore mirë është, tash besoj që do të hapet edhe koha, ma mërmenet që ka filluar dhe atje më nëzej pak, edhe mandej besoj që do të arrini edhe ato pretendimet të juve, po. Jo, miku im, si jeni me familje se... Mirë, falenderit, edhe na jena mirë, po kalojmë deri këtu. Çka më bo? Si në gurbet mos, në gurbet. Po, ju falenderoj nga zemra juve dhe këta I parë do që po shkruajnë, do shkrimet asi, po drejtën me thonë, janë tash mas pari pe kritikoj veten, se zati çdo herë kanë thonë mas pari duhet me bo kritikë veten, se tani mi kritikoj tjerë shumë diçka, goxha ato mediume do, shumë pe ndëgjoj, edhe mediumin tuaj si gjithmonë janë ndaluar diçka njerëzia, na nuk po kanë që thonë, nuk po kanë guxim, a nuk po kanë vullnet, a nuk po kanë kohë, a nuk di diçka fort për tepri janë larguar, po si çdo herë tash nuk po them tash në për radio, po pe shohim shembull të bëjnë se bepa e këto që ai kemi rrollë hiç jashtë ndo në pamje, ndo vdekje, ndo që si farë për kujtimesh, po takohemi kështu që jemi largu goxha shumë, po këtë medium duhet të majnë ndëgjues, të majnë telefonues, po nuk di çka po veprohet e çka po bëhet. Po apet mirë të lumë ty se po ki edhe punën të tuaj, edhe punën e kujdesin ndaj familjes, kështu që edhe këtu pa angazhohesh, pak me do tema po na freskoni, pak me muzika, me këto të lumtë. Faleminderit shumë. Po na ka rritur në temë cilën e ka propozuar Fatmire Aliu dhe tema është kjo, sa jemi real kur flasim ne shqiptarët. Vllajën, drejtën me thonë, tash miku im, realiteti tona po shifet, tash mas pari, ai që është real, ai anon edhe prej atina që nuk ka, edhe prej atina që ka. Po shumica sot, çfarë realiteti shembull të bëj që mas pari miku im I nderuar ju përshifni krejt këto që kanë ekzistuar gjatë luftës në vendin tonë, si për shembull që ishte sot masakra e Rezallës. A ishin shembull të bëj asnjë deputet, asnjë qeveritar, asnjë hiç nuk mendojnë këta njerëz me shku me vizituar shembull të bëj ose me marr pjesë në ato tubime, po çfarë realiteti është tona nderuar mikun. Këto realiteti I jonë veç interesi, në pikë pari veç interesin. Pata në interes për teje, unë ku me fol mirë gjithmonë për juve. S'pata interes, unë bile as nuk e njeh, hiç e din, e realiteti të na shqiptar nuk është, si përpara nuk është. Me të vërtet përpara gati më ka qenë më mirë se sot. Po, tash e kanë marrë në dorë ata oligarkat që nuk folet me ta, nuk ndëgjohet me ta, po nuk e di drejtën me thonë miku im,
shumë i shqetësuar, i brengosur, si gjithmonë sa më të bëj një tubim, një përkujtim që ka ekzistuar sa më të bëj si në fshatra, si në vende përkujtime që kanë qenë sa më të bëj 3-4 vjet ose 5 vjet ose 10 vjet që i kanë pushkatuar, i kanë masakruar sa më të bëj i ushtria e Serbosllave, sot sa më të bëj që e masakrën e zallës disa njerëz, mos me qua as kush me shku as me përkujtu as hiç, i kanë lënë edhe këto, siç e fola fjalën parë që thash, i ndarguar njerëzia, kush e diçka veç e qyrin interesin e vet, edhe kur gjë tjetër. Kështu që këto ekzistojnë, miku im, se ta mora pak kohë, ndoshta nuk ditë edhe pak. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë që po faleminderit për juve edhe të gjithë këtyre që kanë pasur një ditë një festën e besimit krishter, ja uroj këtë festë, inshallah ju jap shëndet i lumë Allah, kështu që edhe asaj në Fatmirës ose cila pat një ditëlindje familjen e saj, na i uroj ditëlindjen, kështu që i përshëndetit të gjithë këta të cilët telefonojnë, e shkruajnë, pa haruar edhe motrën Mafisaja, me të vërtet këtë emisionin Radio Vlerën e ka në zemër, i lumë se dhe për shkak edhe pak shëndetit saj, kështu që gjithmonë e sheh, a ka sen më knasi se çdo njonën që ka qenë prej fillimit, mu kyqe me apo emrin, e me apo shkrimin, edhe këta tjerë që shkruajnë, i përshëndet, e ju dëshiroj shëndet të gjithat mirat në familjen tuaj, nderuar miku im Agim Denica. Me një këngë, në qoftë se ke mundësi, një këngë të përkujtojnë bili edhe preshevën tonë, atje që se bë llaf kur kush askush nuk e përmend që ekzistojnë shqiptarë tonë, atje në preshevën tonë, nga motrat Mustafa vjen një letër nga Presheva, kur t'ke shko, në qoftë se nuk ke kohë, nuk prish punë, natën e mirë se unë me gjinda në punë, kështu që gjeta pa kohë, e të falenderoj. Sa i përket këngës do ta kontrollojmë nëse s'është mbrojtur, sepse vërtet Ma mërmenja që nuk është e mbrojtur. Po na nxjerrin të lashë, nëse s'është mbrojtur do ta dëgjojmë ne të kundërtën, besoj që na mirë kupton. Faleminderit shumë edhe një herë. Po, si jo, si natën e mirë, gjithë mirat edhe juve, kaloni sa. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë themi edhe të nderuarit mikut tonë dhe dëgjuesit Fazli, në vërtetë në Fazliu, nga Barileva, e falenderojmë shumë për inkuadrimin dhe i urojmë qaste të bukura në vazhdim. Kemi pasur më duket edhe një telefonatë nga Maki, apo jo, nuk e di, kështu që do e pranojmë telefonatën para se të shkojmë me ndonjë muzikë, me ndonjë këngë pra nga studio këtu qendrore. Ta shohim, besoj që Maki apo let na thirr, nuk e di pse besoj që nuk do ta pengojmë. Alo, është mbyllur. Apo na dëgjon? Po, zoti Agim Pion dëgjoj. Mirë mbroma, mirë se erdhe Maki. Mirë mbroma, mirë se gjithë. Si je, si po kalon ti? Po e ti bënam me thonë se hitë kushtë. Pse, qa u bashkë? Nuk e di, më ka kap një gjokë të di që më kanë prisë, kanë përshu. Po hanja që bo, pa byreka, po runë, pa pak se. O ti bëni kom kërku, bëne. Jo, mirë. Për ndryshe mirë po kaloni kështu? Po mirë, zoti Agim mirë, po me të vërtet me lëkës, e që kërqysh, e që. Sa keme bo. Për ti qa po. Qa ka të reja neja, qa s'ka? Wallahi, kur që heq, që ka qile shë rana poshtë, rana për tjetë. Sa në heq? Jo. Për si kur qëtash që më ka do Kosova e varë për kur një herja. Ne, po që keme bo. Edhe për është një periudhë kër nuk kam mërgjimtarë, janë, dhe më thamë, numër të vogël, kështë.
Edhe shumica kanë ikë, po ikun për ditë nga Kosova, mjeresht. Vërtet është për dhëmbje, po që në bo për është jo normale, po Mërgjimtari mësu, mos me pasën, së në kam qef, mos me pasë mërgjimtara, adhe mos më kun bash lugë. Po, stiti që shumë e varë, for shumë njerëz që gënjym, njerëz, nuk e di, nuk muj me dhëmë përgjegje. Bë që shumë pesimista njerëz. Nuk e di që ovo. Koha ka njës pak më rregullua, ja. E kishe u shkonën ato viron e plaka më së shkunshin, mo. E njës pak mund zëjpo. Sa me po? Nuk i di, është atmosfere zëmt, shumë atmosfere zëmt. Edhe kota ta këshë, veç ankohen. Edhe pse ju thash, Gjybe vati keni fuaj të se gjithë 3 muj, po keni zgjedhje. O knaqë. Zgjedhje po kanë, po zgjidhje nuk po kanë. Po, thash ju më shpet. Apet në zgjedhje. Po. Apet thash ju më shumë po bëni zgjedhje se unë që po blej qeropa. Edhe apet njëtin gabim për bani, pëse mërë vlod, të në po ankuni. Po, qashtu jena na, kur të na pjeket diçka, është jena na hjeket. Po, ama të në mësuan ka, sot e kem. Mësuan ka. Qa ta mërmendja ty, kemi dhe temen që ne ka përpërzuar Fatmir Aliu, sa jemi rral kur flasëm na. Keq. Bash keq. Si jemi. Valla ja, zot e kem, pasha një zot ja. Për të shqiptarët, tjetër flitet, tjetër veprohet. Qatë mire kina, i kanat këshiave. Po atë ka ndohë ty ndë njëherë që, për shambull, të thoni diçka që nuk e mendoni vërtet, nëse po pse. Jo, mu nuk më dohë, se që ta mendoj flas. Pas pare që jepi kush jednot, kush pajtot, kush dathot, kush mathot. Heq, pas pare që jepi. Ama më ka rastiz me ngu edhe me vënu dorën faqe edhe mu menu. A thu që shtu kokas për shahane. Shumë interesant. Se të rranë 10 minuta dhe të banë kështë fasad. Veç të randodhë. Kështë, po sa ndikoj njerëzit se i ki përbalë në njërën se se shprejhës ti? A ndikojnë ata? Po, ndikojnë ka njëre. Ndikojnë vëllaj, ka njëre i qojnë unë t'i bujnë domate. Po, në slodhna. Slodhna, zot e kem. Shqyrë prej zotit, që ata kam ja thamë, mas nej nuk ja përsëriti, mi thonë të kom thone, atë kom thone, atë kom pas thone. Heq. Rafsh, që aty për që aty e ko. Keq, mirë, që aty komplimenti mirë, komplimenti keq, që aty e ko, ndesh kur më së të më fullon, nuk lodhna. Nuk lodhna, se e du sinceritetin. Thuj ma vlo që e ki e mire keqe, thuj ma nërsy, e jo nërsy, t'liman, ma syve ta ngull thikën në tonta që të në shpinë. A është e mundur të jesh 100% i sinqert, ose sinqert në këtë rast, dhe pa lënduar të tjerët. Të jesh i sinqert, por të flasësh fjallën e sinqert dhe pa lënduar dikan aty. Së është e mundur, zot ja kem. Se na lënduhmi ma shumë prej të vërtetës se prej rranës. Aten, kompliment mirë, në thëjmë rranë, edhe a i knaqët. Sa i nuk e logaritë se a i ke thonë sinqeresht, ajo sinqeresht. Komplimenti ke dhonën. E kur ti thush sinqeresht, për shembull një kompliment keq, atëherë i dhohen. Është e pamundur mos mu i dhnu dikush atë. Është e pamundur.
kur e ki sinceritetin edhe e flet gjithmonë sinceritetin. Pa mundër është. Mos mu idhnu dikush, mos mu lëndu dikush, ama nuk e din ata, nuk e llogaritin se nëse e ke lëndu për smiri, jo për skeqi. Apo mundesh me komentuar në Facebook apo ja? Po tash po mëre nuk di pse zërë që këmë rejbe. Nuk di këtë po del ky person tani është ndaluar të komentojnë këtë transmetim duket, a ke shkruar ti apo dal nga Facebook, o nuk e di. Të ka dalë të ti, nuk e di pse. Unë deri sa tjera komentova. Në rregull, unë po vjen mirë. Po vazhdimisht ka dalë që e shohin atë dëgjuesit, nuk e di ti ke komentuar në të shat ka dalë shkrimet, ti ke shkruar, por të ka dalë në vend shkrimit, ka dalë ky person, është ndaluar të komentojnë këtë transmetim. Nuk e di, ke ndonjë ndalesë ndoshta atje të nga ona jon, po në Facebook nuk e di, sepse e sheti mas andej, për ata të pyeta unë kishëm ke shkruar për dikë, mendova që më ke sugjeruar për në kanë që është ndaluar dhe u habita kur e pash këtë shkrim, por jo ne komentua deri në fund, që deri sa tjera, nashta ma ka fut dikush në vrejtje. Nuk e di, të dëgjues nashta del mirë, të unë po shkruan çashtu. Ky person është ndaluar të komentojnë këtë transmetim. Nuk e di pse. Shkruja në fundit thuj ky person komenton pavarësisht çka thute. Jo se po edhe mu po më bllokon anësan. Me që zbot nomi, në kena ungër bloka ma të mëdha në kryje jema për Facebookit. Po sa me vo. Po edhe kam edhe një pyetje që në ka dalë veç pak. Kur dikush nuk është plotësisht i sinqert gjatë bashkëbisedimit me ty, a e kupton? Po. E kuptoj se e kam me marak. Kur të më flet dikush e këshyri në sy. Ali bashkë në sy e këshyri, kështa. Çdo njeri që e këshyri në sy, unë është mi avrejt. Normal. Edhe kur lakon dikone, unë e kam shprehi e këshyri në sy, as nuk luj në telefon, as nuk e kthej kryt në tetranon, as që e këshyri drejt në drita të synit. Edhe për që ta e kuptoj që e ka kejt, jo sinqeresht. Po nuk lodha, unë këtëm nuk lodha, për para e më lodhë shumë, ama tash nuk e di, jam dalë në shina tash. S'po i dhona me kërkan, ma. Po, kështu. Çfarë vërtet a mendon që rrjetet sociale na bëjnë me pak real në komunikim? Po, shumë e vërtet është. Se në rrjetet sociale jap një koment ja shkrym që bëva ki as kur njët se menon mja thonën. Ta shumit s'pëdi shumë të tonën, dashnia Facebookit, adin më konë mu respektun me zveti, edhe mu dasht me zveti, sa respektumi edhe dukmi në Facebook, e kish pa zoti. Pse tash që që ka vloj motra e kësaj Fatmirës, djale, one qëna bëva ki, as që më interesën, por qëna ja shkruj edhe 100 vite të lumë të ra. A bëva ki është ki të ranë. Pine komentave të Facebookit që besaj hetë, dënë se e që a fuk që t'i shkrum që t'i vjenë mas leti. Adin, tash në bazë njerëzve po mendoj, adin në bazë njerëzve, se sa ki komunikim të e din që të të sinqeresht, ama këto që si një fort, edhe ta shkrun edhe 100 vite të lumë të ra, vallaj veç ja bëj një like që të sensi besaj. Adin bash, heq. A është ndonjëherë nevojshme të mos jesh plotësisht i sinqert me dikën gjatë bisedës? Është nevojshme, po mos me kohë plotësisht, jo krejt tash me dalë sërniq se tha, po të paktën mos me kohë krejt i sinqert gjatë bisedës. A dikur nuk jam e sinqert, kur shoh
një tria, një plaka, një pavarësisht që është tepër i smut, nuk jam e sinqert se i tham, au, që shkanë thonë për ty për ti lule Dranafell, këshe. Që aty, në qëto raste jam e pa sinqert. Ati mundona mi dhonë kurajo. Për mirë, do me Kurajo thonë, se s'moj, për është po. po. Për që aty po, se i tham, që shkanë thonë për tyja. Ti ko ke lule Dranafell, mare, jo, ti ko këshe mirë, apo makinjeri është para vdekjes. E ajo tolerohet, zotja Gem, se është një, adhe në shpëti që shmëton një sinceritet, po si një kurajo. Një kurajo, se ndoshta me që ato jasë gjatë jetën edhe një minut. E për qëto rast e pa sinqert. Për tjerat së toleroj heq. Ne kam një në pyetje të fundit, si ndini kur dikush flet hapur pa filtra me juve, do me thonë, drejt për drejt, thotë sanët, nuk është, do të thotë është real, ose është i sinqert. Për kundra njëhem shumë e knaqë në zotja Gem, se nëse ma ka dhoni një kritik sinqert, ose një diçka sinqert, atëherë pranaj. Edhe ulla e korrigjoj vetën, ose e këshyri vetën, ama për do të kota nuk lodhna, për që ma thot me sinceritet, për shembull, ma kisha dosht më të pas shoqe, po nuk i di së ndbaj, së nduraj. Atëherë, sigurisht që nuk e një vetën keq. Kune madhe, ma thuj sinceritetin, valaj si shoqe, du më të pas shoqe, a më smuj më të pas shoqe. Ajo është sen shumë normal të une. Shumë normal është. Dhe më bash është një gjë shumë normale. është, së din, është ajo me dhe gabim, po sinceritetin si të ma thush, që njëherë të bëj halal, a kështë së të bëj kor. Faleminderit shumë, nëse ki edhe diçka me shtuar në lirisht. Po nëse më lejohet, zotë Gem, roj në gjmije se ka ditëlindjen, ja uroj ditëlindjen edhe motra Fatmirës edhe djali Fatmirës, të treve i uroj një shëndet plotin jetë, e vitet se javë ka dhonë zoti. Edhe unë i bashkënditëm këtër rrimeve tuja, edhe vllaut në gjmije se urojmë ditëlindjen, ne ka kërku një kongë, por mësa e diun është mbrojtur, le të më shkruan në Viber, se në gjmija veç kur po vjen në ditëlindje, por na vje ka herë, nuk di ka po shkan, ku po hupa ja hiq. O, nuk ka vakt një gjë, nuk ka vakt. Ja, ka vakt një gjë, po... E di unë e ka shanë e kum po? Nuk e di, le shka ku do, nuk është mu së më pengojnë, bile jo e dini atë punë, po s'ka problem, përshëndes në i gjene vërrej. E ka kërku Ili Malaj edhe kë bes, nuk e di Shqipnis është, mbi emër një harrova. Edhe unë do shtë mbile me që ata me lypë. është mbrojtur me siguri, e jam mas i sigur, s'tash e shohën, vesh. është rosh. Mbrojtur 1,000,000% do t'jetë aja, kështu që s'pedi kush është ai, Beskollaku, kush është ai. Po, Beskollaku edhe Ili Malaj. E mbrojtur është për njerë. Unë nuk guxoj atë kongë në ndjerë nësë një formë, nësë një mënyrë, sepse shumë problem në dele dhe që edhe mbroma ajo kënga që ka qenë që lypi Fatmirja për mbesën e vetë, fatkeqësisht e kishte qenë mbrojtur, por ishte konga e fundit, derisa morën vesh ata u krye misioni, mund ka ardhur vrejtja masanej, kom ndjerë në YouTube atë emision, më ka dasht me fshi për ndryshe nuk më ka pranu, kështu që besoj që me mirë kuptoni. Po, sigurisht edhe. Nëse ki edhe diçka. Edhe një. Po, kësha dasht me falenderu Zymber Hasanin, kemi kanën, kemi nejt, kemi kalu shumë bukur, edhe pse gjithë pushim kam qef me vizituat shëgjatë të penzionera, se me të vërtit janë të penzionera kështë të pikat. Kisha përshëndet edhe Smajlu Shtakon, kemi taku, kemi pi kafe, kemi nejt, edhe familjen Gjoshi. Kisha falenderu qëto tria,
se më kanë prit me të vërtet me sinceritet. Edhe ne I përshëndesim, I falenderojmë që të kanë prit mirë dhe keni kaluar bukur, kështu që mirë është edhe Skënderaj me siguri. Për marak, bre, për marak, për mësysh. Vile avnoa një paruza të kaltërta me sy që të në fillim. Skënderaj. Çka me bo? Ma bukur sa të s'ka askon të qyteti më. Ja, qëfar ti? Mas Gjilanit. Po. Është me I bukri. Falenderoj Zotë Agim për kohën, për gjitha. Ju përshëndes një natë mirë. Faleminderit shumë edhe një herë, në respekt, pushimet kanë shumë atje, ka lë çaste të bukura, të falenderoj që edhe nga pushimet jemi ne dhe kontribon me telefonatat tuaja. Uroj gjithë mirat, dhe përshëndetje edhe mikun Naser, edhe kaloni sa më bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit, natën I mirë. Natën e mirë të imi dhe makjet e cilë tashmë është në Kosovë dhe I urojmë një mbrëmje të bukur atje. Do të shkojmë vetëm pak, do të dëgjojmë një pikë muzikore, por për temën e falenderoj Fatmirën shumë, e cila na ka sjellë këtë temë vërtet shumë të ndihshme dhe shumë me lira dhe shumë aktuale. Edhe unë do ta elaboroj pak sa shkurtimisht këtë temë. Në jetën e përditshme të folurit është një mënyrë kryesore përmes së cilës shprehim veten. Por lindë një pyetje interesante. A jemi gjithmonë real kur flasim, apo ndonjëherë krijojmë një version të ndryshuar të vetes? Shpesh mënyra se si flasim ndikon nga situata dhe njerëzit që kemi përballë. Me miq të ngushtë jemi më të lirë, më spontan dhe më të sinqert, ndërsa në ambiente formale, si në punë apo në publike, prijeremi të filtrojmë fjalët, të zgjedhim me kujdes shprehjet dhe madje të fshehim disa mendime apo emocione. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se jemi të rrem, por se po përshtatemi. Nga ana tjetër, menjëherë njerëzit përdorin fjalët për të krijuar një imazh më të mirë të vetes. Mund të egzagjerojmë arritjet, të fshehim dobësitë ose të thonë atë që mendojnë se të tjerët duan ta dëgjojnë. Në këto raste, realiteti dhe mënyra e të folurit nuk përputhet plotësisht. Megjithatë, autenticiteti mbetet një vlerë shumë e rëndësishme. Kur jemi të sinqert në komunikim, krijojmë besim dhe lidhje më të fortë me të tjerët. Të jesh real nuk do të thotë gjithçka pa filter, por të jesh I vërtet me veten dhe të tjerët, duke ruajtur respektin dhe ndjeshmërinë. Në fund, mund të them se nuk jemi gjithmonë 100% real kur flasim, por kjo është pjesë e natyrës njerëzore. E rëndësishme është të përpiqemi që fjalët tona të pasqyrojnë sa më shumë atë që jemi në të vërtetë. Pra, të nderuar dëgjuese, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e Rregullt të mbrëmjes dhe tema e sotme është sa jemi real ose të vërtet kur flasim edhe ju mirëpres është kjo temë që na ka përcjellur dhe ka propozuar dëgjuesja Rregullt Fatmira Aliu, cilën e falenderoj. Shkojmë një këngë. Just in
beqaresht e nona, lule dhe sot. E ndalim këtë këngë, pasi që kemi edhe telefonatën e radhës dhe me ne është përpozuesja e temës e nderuar Fatmire Aliu, cilën e falenderoj vetëm pak qaste derisa të hapim mikrofonin sepse ma ke thirrë nga WhatsAppi. I dëshiroj mirëseardhje, mirë mbroma Fatmire, mirë se erdhe. Mirë mbroma, mirë se të gjitha. Si je, si po kalon ti? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë, bukur, na po kalojmë si zakonisht. Gëzohem. Koha mirë? Mirë, faleminderit, e mirë edhe koha. Dhe të falenderoj për temën që na ke propozuar. Gjithashtu edhe për ditëlindjet motra dhe djalja, po mos po gaboj. Po, motra dhe djali sot e kanë ditëlindje. Faleminderit shumë për urimin, për këngën. Me ndërqafshë urime edhe njerë gëzime gjithmonë po që të në familje tuaj. Faleminderit gjithë. Si e kaluve sot e ditën mirë? Mirë. Nuk kem kohën të djali se kam një problem që s'po mëj mu taku, kam një farë infekcioni, po mirë, kështu. Mirë, përgjithësi mirë, kemi kalu. Edhe për ju vetë keni propozuar këtë temë, po besoj do t'i bëj disa në pyetje rreth temës. Dhe a jeni vetvetja kur flisni apo luani rolin kështu ndonjëherë? Secili ka njëherë lakon ka pak, po për ja 90% gjithmonë jam vetvetja. Ndodh ka njëherë është nështë në i rast që do të me deviju pak më pozitivisht, po do me thonë që jo, ama jam vetvetja. Seriozisht se kur mundosh më bëtë të tërkush e del që sharak. Unë atë që mundosh mës me konë vetvetja, del që sharak, shumë. Tu nisën e prej televizorit që apo shoh, se atë të pohët me rona, kështu që mas mirë edhe nëse ve aboni se me qenë vetvetja. Ka ndodhë edhe nështë ka njëherë, ju munduem pak me ndryshu, po e kum po që shumë keq është, shumë keq. Dhe më thonë, po sa shpesh thoni atë që ndjeni dhe sa shpesh atë që duhet të thoni? Agim ato që ka ndije e thonë gjithmonë, e thonë gjithmonë edhe ndështë keq, se të na shqiptarët po që shumë bojnë lojka, unë e thonë drejt për drejt, atë nuk lodhë në fort, po ndështë du të me konë pak më ndryshe, po kështu jam. Nuk boj lojka, po qështë e ndije e thonë. Po mirë, është më rëndësishme të jesh i sinqert, apo të mos lëndosh dika? Nëse je sinqert, besoj që e lëndon dikon. Jo, mi a thonë njerit nërsi, tonë të thujna, kena qef me na thonë nërsi, ishkur të na kritikon, dikush nërsi, na vjeko gjep, ranë. Me na thonë drejt. Është vërtet që është. Gjithën të thujna, po realitetin do të me folë na këtë jemi të bisedat së e në rale. Me dërtet ka njëherë me na thonë realitetin nuk na pëlqeshëm. Jo, nuk na pëlqen. Po, ndërta kur, se në qatë moment, se nësi shqiptarë që jemi me gjak nëzit, a më ndërta kur të ftofët koka, po mire ka pasaj që ma dhe vrejtjen. A dhe së di nështë ma mire është qaj që ta thotë vërtetën, saj që të genjen. Në dim tonë gjështë ma mirë, po është kretje të se ndihemi. Mirë nuk, për momente se pretë kërkosh mirë, kështë do këtë pak e ranë, po ndështë po thëmë ma mirë a gëmbret, ndështë kështu këse kur e analizon situatën, e di që aje ka posë mirë, po se di, edhe onë e prekna, se tash më zbona fort më atë një që jo nuk kështë, edhe në këtë të më thot dikur diçka një vrejtje, me njëherë zekrovna, po
Është pas. Ama ka ndodhur që agim ka ndodhur për shembull në mënyrë pozitive nëse dhe diçka për shembull, po flas për fëmijë mi. Nëse unë diçka aty nuk e ka pëlqyer nani të lutem, nuk është bash kështu, edhe të lutem nani. Ti po ka zëmuar, tani ju shkuj, po si nola ta veç më fal nani, më fal. Edhe mas 5 minutave kom analizu situatën edhe më falë nëse vërtet nuk kom qenë gabim. Po e kjo me fëmijë, se me tjetër kanë, në shqiptarë s'kërkujnë folja, se pranojnë as. Po që ta po thëmë, sa nuk jemi shëmral, te ke jo rasisht e ke kërku këtë, po. E ke lip këtë temë në siguri për që ta. Të po tash që se ndi vetë, të po situatën tash, në çfarë situatë jem vërtet mu, po më vjen me qajt, jo me qajt për mi ngrej flok, çfarë situatë është Kosova. Edhe normal që të lind kështu prej shpirtit me asi se as pak na jo që jem real, por na jem katastrofë ku në fundit. Na jemi bo për faqet zezë. Ama real nuk kena konkur fort. Shumë se unë e shoh për shembull agim nëse keni problem të na, po flas, keni problem shëndetësor ose keni problem me fëmijë, veç kushtron se gjithkush ka problem, a ka pas shkollë në problema diçka, ne mojna mbyllun, nuk bën se gëzohet filon fisteku me ditë që fëmia jot ka pas problem. Këta të hujt, këta të tregojnë edhe lirohet, ato sa mirë që më dëgjove, të falenderoj 100 herë që po të guxim, që po të durim më dëgju. A na jemi jo. Je smut, nuk bën mbyllë, se s'bën se e gëzon X personin që ne ka vëzhute që kanë probleme shëndetësore. Jo, po na edhe deri sot na mund fort edhe mjeku në rajna, nuk i tregojmë realisht, mendojmë që me mshefje shërohemi dhe kështu është mas e vërtet, sepse po nuk është marrë me qenë një smut, se smundja nuk pyet. As nuk është marrë me bo gabim, se që gabimet janë për njerëz, nuk janë kur far gabim, ndodhin këto bën gabim, kërkon folje, ose i thu që po jo, na nuk mundë me pranu as që kena gabu, na gjithmonë e kena mirë, na gjithmonë nuk e di vëlloj, agim që tash më shumë, po befasona, po thëmë, mos vetë, ka qenë një farë populli që rëdet. Po që kena me bo, po vazhdojmë edhe me disa pyetje tjera, po ta ndërmend me t'i bërë, disa në pyetje nëse kiku. Po, pa problem. Sa ndikon frika dhe gjykimi tjerëve në fjalët tuaja? Pra, sa ndikon frika kur folë ti që mos po ta ke shkuptojnë fjallën, ose... Po, është e vërtet, nëse ti diçka ke thonë pa që kur e thu diçka pa dashje të rrshet një fjallë për shembull, edhe ti, unë besoj agim që nuk më mi flet gjithë natën, se thom e lëndova. Kur e thom me qëllim, nuk lodhna fare. Kur e lyp qaj person, se nuk kam qef të lëndoj kërkon, po nëse qaj person e ka lyp me a thonë që to, me lëndu, e lëndoj edhe nuk lodhem për atë. A nëse unë nuk veç më ka rrit një fjallë, edhe e di edhe qes veten, po mu të më thetë qashtu që shumë tha Fatmirja, edhe një vetën shumë keq e një vetën. A kështu kur du me i thonë vërtet, nuk lodhna për atë punë. Edhe, a beson ti që gjithmonë njerëzit kur flasin, apo mendon se cili janë sinqert, apo se cili mshef diçka gjatë bisedës? Nuk janë sinqert, as besoj heqe që janë të 70% shqiptarë nuk janë sinqert kur flasin. Ka që janë sinqert, po shumica nuk janë sinqert, nuk e thojnë të vërtetën.
Unë tu nis prej do të më nis njeri ka familja. Te familja që i mbojmë senet mbyll, s'duhet këto me asi, s'duhet do me thonë, na nuk kallzojmë, nuk jemi real. Tu nis pe që tujt, as jem real. Po, nuk jemi real sipas mendimit tuaj dhe është vërtet. Do të thotë e thamë edhe ti tha dhe thamë edhe ne që 100% jam i sigurt shtirë është me qenë njëri sinqert gjatë bisedës në gjitha aspektet. 100% s'ka Nga njëherë nashta për me dash mos me prish edhe shoqërinë edhe bisedën ku je i përbin disa gjëra që nuk janë të këndshme për ty ose që në vërtet nuk të pëlqejnë, po duhet nga njëherë me ka përcy. Me ka përcy që thonë të njerëzit nuk mundesh me ndryshu, po ndrysho veten e përshtatju ambientit. Me mujt që ashtu mu përshtat, se që ka njëherë janë do sene që thonë do biseda që nuk janë dëmshme. Edhe nëse e devijon pak biseden, bon është nështë si jam dikush i tjetër, ajo është nuk katastrofë është krejt, po nëse nuk dëmton dikën, po të na është problemi që po këta të mdhajt nuk janë të thonë të vërtetën, se ka njëherë mirë është edhe se nuk që s'dëmton kërkon, kur gjë nuk është, do me ndryshu, se nuk mundesh agim i bo këtë njerëzit që ti. Sa më lurësh bised, të s'mundesh me bo tash të fatë mire, unë jo që jam dikushe, po nashtë kam qenë me konkret që është në karakter temin, pa ta s'munën e me mujt më përshtat që atyne, me ndryshu, më bo si qaj rrasë atë ku jetu nejt. Është vërtet. Kështu që një vera pyetjet që po ta me bo, nëse kime shtuti diçka mundesh me vazhdu ty edhe falenderit shumë, ma shumë, s'pesgjas ma shumë, të falenderoj, natën e mirë agim, e gjithë mirët. Falenderit edhe një herë për temën edhe gëzuar urime për 2 ditëlindjet që i keni. Falenderit shumë, falenderit. Gjithmonë, falenderit shumë, natën. Respekt, natën e mirë temi. Respekt gjithashtu. Natën e mirë, edhe vendasës Fatmira Aliu. Ne falenderoj shumë që kontribon gjithmonë duke marrë pjesë me debatet e Radio Vlerës. Në ka përshkruar Bekim Xhani, po në ka nik shumë përshëndetje kam parë edhe nuk po kam mundësi të kthej u kërkoj ndjes. E thot përshëndetje nderuar vendas Hakim Gashi, faleminderit shumë. Mandej na shkruan edhe Rapsodi Bedri Karaxha, përshëndetje nderuar moderator zotri Hakim Gashi, përshëndetje për gjithë dëgjuesit e Radio Vlerës. Një mbrëmje të bukur ju uroj gjithëve nga Kosova. Pushimet këndshme atje miku im Bedri dhe shpresoj që do të na sjellësh këngë të reja, të bukura nga Adheu. Në shoqërimin është edhe poeti miku Hasan Çiçalla, cilën e përshëndes dhe i uroj qaste të bukura. Një përshëndetje për Islam Bushtrin, unë duke tash për herë të parë sonte me ne, uroj qaste të bukura. Mandej është edhe Malgashi me ne, një përshëndetje ti më lart më ka ik. Thot mos është volumi i ulët, nuk e di për nere, më duket mirë është, ndoshta ka qenë më i ulët më herët, ju kërkoj ndjes. Mandej shkojmë tutje në Bajram, miku Bajram Osmani edhe ai na ka përshëndet, më ka ik shkrimi ti e kam parë, po s'ka mujt me nal. Kështu që përshëndes, ju uroj qaste të bukura, një përshëndetje edhe për mujen gjithashtu. Mandej a kemi edhe ndonjë mendu Damzi është me netët, shumë respekt për poetin Hakim Gashi. Sa mirë do ishte po të kishim shumë si Hakim Gashi në Kosovë. Faleminderit shumë. Shqipni. Uroj Zotin Hakim të ketë jetë të gjatë dhe shëndet të mirë e sukseset mira në butime të reja të bukura. Faleminderit shumë i nderuar Mendu. Të përshëndes edhe dhe të uroj qaste të bukura në vazhdim. Edhe Islami thot urime ditëlindjen e vllaut të Nexhës, inshallah në qenë tjera. Vazhdojmë tutje. E uroj edhe si moderator në Radio Vlera thot Mendu, faleminderit gjithashtu edhe një herë. Vazhdojmë edhe kështu nuk dia kemi edhe
ndonjë shkrim, me ne është edhe dëgjusja e Rregull Gjavahiri Kryziu, cilën e përshëndes dhe i uroj qaste të bukura në vazhdim me Radio Vlera. Me ne është edhe miku, aktivisti dhe shkrimtari Ali Sulejmani, cilën e përshëndes për zemërsisht. E Gjavahiri Kryziu thot përshëndetje, përshëndes Maken përzemërsisht nga familja Gjoshi. Faleminderit Gjavahire, dhe ne ju përshëndesim dhe ju urojmë mbrëmje të bukur. Avdelfona shoqëri me ne nga Franca, duke i uruar mbrëmje të mirë, e përshëndesim edhe ne. Natashën e përshëndesim si gjithmonë në vendin e punës, punë barë, edhe sa më pak lodhje. Fadil Muarrebi, miku Fadil nga Miluza, e përshëndes edhe mikun Fadil dhe ju uroj qaste të bukur në vazhdim. Nuk e di që thotë lexoja që të pyetje Fatmira, po, shkojmë tutje. A kemi edhe ndonjë përshëndetje? Nëse ju, vërtet më ka nikë shumë, jam i sigurt, jam vjen keq që gjithë ata që kanë shkruar, edhe tash nuk mund të shoh. Do shkojmë një këngë të Nejm Osmanit, Vinë Vaporat, dhe me cilën i përshëndes gjithëve që po qëndroni me ne dhe ju uroj disponim të këndshëm. Në ka shkruar edhe miku Fadil Muarremi, përshëndetje miku Agim Gashi, për ju dhe gjithë dëgjuesit të Radio Vlera. Faleminderit gjithashtu përshëndetje. Mojnali
Endo që më dhe këtë këngë bukur, kënduar nga këngëtari Naim Osmani, jemi rikthyer të ndërruar. Dëgjues jemi drejt për drejtë në radio, Vlera, përshëndetje, edhe për dëgjuesën e rregullt Nail Berishën, edhe kështu me radhë. Të ndërruar dëgjues jemi drejt për drejtë në emisionin e mbrëmjes në valët e radio Vlera. Do jemi bashkërisht deri në orën 22, kemi tashmë në linje edhe mikun në Hasan Qiqalla, me mirëmbrëma mjesën e erdhe, miku Hasan. Përshëndetje miku, ndjen për juve, natërisht edhe gjithë dëgjuesit që na shoqërojnë, e paragjithë desha që urej festën e bashkëre, gjithë bashkëmbasët tonë ku do që janë. Faleminderit shumë, edhe unë i bashkangjitem në këtyre urimeve tuaja për zemër, ta sjeni se po kaloni, se kaluat këtë ditë pushimi. Kemi sinqert, kam mysafir si shkova edhe më nom, Po, nga Zvicra më ka rëvojzën me fëmijë, kështu që ja, nëse dëgjoni me po tjerë fëmijëve, mos ma shihni për të marrë. jo, s'ka problem, zërat të fëmijëve sjellin gëzim dhe gjallëri në shtëpi që s'ka fëmijë, nuk ka jetë. Kështu që hiç mos u bë marak, unë i dua shumë jo vetëm, po i duam gjithë fëmijët. Edhe një patë mesat më ata janë të pazavencueshëm, kështu që e kanë lirinë e plotë tek gjyshi dhe tek dajt gjithmonë. Ne jemi kënaqur edhe kur në kohën tonë kur kemi shku të dajt. Problemet më të mëdha kemi bë atje. Po sa që kem pos lirinë më të madhe. Po pra, jemi kanë atje jemi kanë që të shlirë kështu dhe s'na kanë ngut askush. Kështu që në të vërtetë mos merakos për atë punë nëse dëgjojnë fëmijët, se vërtet zërat e fëmijëve janë zërat e bilbila. Tamam sikur zogjet në pyll, edhe nuk na prishin as pak secin. Po sot e kemi një temë, nuk dija ke dëgjuar miku Hasan nëse ki kohë. Po, besoj që do të ketë pak kohë mi godë. Po, atëherë sa jemi të sinqert kur bisedojmë ne shqiptarët, kur komunikojmë me tjerët, në raport me të tjerët. Se në kujtoj kjo kënë, si pas mendimit të në gjithmonë, me qasja si në studim, edhe sociologë, po edhe profileve tjera, kryesisht, mirë po sa jemi të sinqert kujtoj që numerikisht ose me përqindje është një përqindje shumë e vogël. Është një përqindje e vogël. Nuk di pse kam këtë mendim, po të paktën kujtoj që kanë ndryshuar shumë gjërat, nuk janë si më herët që kemi qenë më të sinqert, më të përafërt, më të përzemërt me njëri tjetrin, ta sikur është hipokritizu edhe vetë bota, nuk e di. është vërtet që e thamë edhe ne jo nështë po mendoj 100% nuk mujmë me kohë real në bashkëbisedim, sepse shpesher ndashta edhe pa dëshirën tonë timen ose tuajën do t'ju përshtatet me vendit ku bashkëbisedojmë, nga njerë i kalojmë dëgjona ose nuk i marrim as afër zemrës, edhe pse nështë s'na pëlqen, në mënyrë që të vazhdoj bashkëbisedimi ose komunikimi për ndryshe. Na thash edhe pare kemi si zakon me thonë kena qef me ne thot gjonat në rësy, po kur i thojmë në rësy tani në prekum dhe nuk jemi ata që e pranojmë atë realitet kanë herë. Kështu që edhe aty fillon mos sinceriteti jonë në përgjithësi, kështu si njerëz, nuk po tha vetëm shqiptarët, po në përgjithësi ki rast edhe me jetën në Gjermani me Gjermanët edhe ata nuk janë të 100% në bashkëbisedim, nuk janë real, nuk janë angjëj, do të thotë edhe ta bojnë ka pak filtra kështu gjatë bisedës edhe të ke fundit thash nuk mundesh me zhvillu komunikim nëse je krejt, nëse shkon drejt për drejt 100% personi me dikan, apo në përgjithësi me njerëz. Po tani, ajo e vërtet ko bjof me dogjes. Disa thonë, ose shumica themi, thonë më të vërtetin në sytë ka mik. Mirë po është edhe
kundërthënia tjetër që nëse do të dëgjosh armiq, thuaj njerëzat vërtetën në sy. Po pra, do me thonë është pak e rrezikshme ajo e vërteta. Nuk është gjithmonë nuk smuret. Edhe këtë miku aty kur themi thonë atë vërtetën në sy në një mënyrë e përdorim sikur mbrojtje, domethënë kur thuhet në sport një shprehje thotë mbrojtja më e mirë është sulmi. Këtë e përdor më tepër si alibi, se unë gjithmonë jam i sinqert. Mirë, po njeriu duhet me fol vetëm për veten e vet, sipas mendimit tim. Po në dim edhe një gjë që vërtet unë të paktën për veten time po flas gjithmonë, nëse kam rrë viktim besimit, naivitetit e familjes, si u besoj njerëzve, besoj. Se e pasoj njëri njëse për vetës, kur s'ka marrë as me gëny, as me rajt, as me mashtru, se nuk jetoj mbi ato parime, ose mbi ato, se them, me përdorë dhe si alibi. Jam kjo që jam edhe kështu të të ngele, kështu të të mbetim kështu, edhe njeri është sikur lisi dikur kur e arrin moshën e pjekurisë, edhe nuk deve janë. Është e vërtet. A ju ndodh ndonjëherë të thoni diçka që nuk e mendoni vërtet? Nëse po pse, për shembull, të thoni diçka që faktikisht nuk e mendoni atë që e thoni. Kjo i bje mja bo qefën dikujt, mi kodi. Po. Në farë mënyrë se tjetër, nëse e kuptohon. Po ç'është? Mirë, po them që nëse jam në pozitë ose situata të veçanta ku s'muj me ndërhy, se vartë edhe për pozitë çfarë e ke, je mesafir natyrë miqësor apo ku dione, jo çdo herë këtu do thoya që jam edhe me vetveten i sinqert. Gati ma konsumove edhe në pyetjen tjetër, sa ndikojnë njerëzit përballë në mënyrë si shpreheni ju. Domethënë sa ndikojnë njerëzit që i ke përballë. Po, miku kemë kujtë që drejtësia për të kjo edhe bova jam një njerëz se ke nuk të shumë filozofi theke. Nisë prej vetës edhe nuk ka bëna kur. E vërtet. Kjo dhe më thëmë, njeri kur të nisët prej vetës, mund gabosh, absolutisht, pa gabushëm zotin altë. Ne gjithë jemi gabojmë poshtë, prandaj edhe thuhet një shprehje bukur është, më duket profesorantën qeta ka thënë, të gabimet që njerëzore, po faljet që në hyjnore. Në vërtet është. A është e mundur të jesh 100% i sinqert pa lëndu askënd? Pa lëndu dikant tjetër. Po pa lëndu, është vështirë mi ka kemë. është mirë se me ka thonë edhe një profesor, cili ishte ai nuk po më kujtohet emri. Tani po e kam lexuar dikun për anekdotat bje fjala, kur thot, qyshin anekdotat, thot anekdotat që sikur pa t'i gjame, kur të ka fshesh e stërpit, i bje dikujt. E godet e ka. Edhe fjallat nështë shpesher nuk mendon t'a lëndonsh dikën, po ja që mund ndodhë situatat që ka ndodhë dhe mund me një rast bje fjallat që jam një shumë kesh, po nuk të kisha qëllim se po ta qëllim fare, po ja që të ilustru një fakt, ose një rast, rastin e njëjtë e kishë mirë sentur, dhe më të natë rrethin ku qëndronin gjithë bashkë. Pastaj ju dash me modifiku disi, se unë i va keq. Po edhe populli thot fjalë pa besh nuk ka, do me thonë, mund është njeri varësisht në çfarë aspekti e sheh, ose e merr ato, por nga njerë që është aty, nështë pa e ditë që dikush e ka të plagë, mund në mërshit, jo qëllimisht, po në gabimet pa qëllim janë krejt diçka tjetër, ato që i bojnë me qëllim janë të pa justifikueshme në farforme. Po të vazhdojmë, kur dikush nuk është plotësisht i sinqert në të folur, a e kupton? Se pas mendimin tim, të paktën përpiqem ta kuptoj. Edhe nëse veç vazhdon, edhe plotëson atë mosbesueshmërinë kundrejt me e bashkëbiseduese, mu ma hum, domethënë shpërqendrohem plotësisht. Edhe kjo është e meta ime që nuk ka mo durim në një farë mënyre
ndoshta edhe në baza psikologjike, kështu të dëroj gënjeshtrat ose marifetet e njerëzve ku nuk përkasin me realitetin, nuk përkasin me normalen. Kemi sinqert shpesh tash po debatojmë edhe situata politike në mënyrë të imponon. Shpesh më kysh këto debate. Mirë po, e kam pasur shqip bjefjala me një rast ose me një vend, flitej për listën serbe, se lista serbe u aktualizu tash se kur s'ka se qenë aktuale, për nej se pak rëndësi ka, edhe ma thënin troq që listën serbe ka pru Hasim Thaçi, Isa Mustafa, e tjetëri Dreqe Bire, o zotni, as e ka pru Isa Mustafa, as Hasim Thaçi, as Albin Kurti, jemi të sinqert, lista serbe është derivat i Pakistanisarit, pikë. Lexo libër Dreqe mo. Pas ja, s'dojnë edhe me ditë, nuk dojnë me ditë, ka njëherë. Po s'ka me bo. Më që këtu po më ndonë që e ka shkrume, e ki letër, me relexoje për shpëtevet, mos e lemet me mësu as Hasani me të regu asaj e saj. Dhe tash, ne që kemi qenë rjedha, nështë ka shibe moshën tonë edhe na ka imponu me qenë në rjedha. Mirë, po do si do, edhe ata që s'kanë qenë rjedha, është mirë të lexojnë se i kanë gjitha mund t'i gjenë edhe kur më shesin moral bje fjala kategoria e tim, sinqerisht e humbë durimin. E humbë durimin. Është vërtet. Është vërtet ata e kapin fjallën që shtojnë për bishte pa analizu hiq edhe ju ka mbet si referen kështu edhe këtë të Badihava i thue nuk bindën se e kanë formuar bindjen e vete dhe ta nuk shohin më largës. Po. Mi ka gjem bindjet, ndikja, sa jemi sinqert, ne dim që edhe filozofia dohet në dy grupe, filozofia materialiste dhe filozofia utopiste, ose utopike. Edhe filozofi, ka pas dhe filozof utopik, ka qenë Salfoni dhe ne shumë tjerë dhe fjala. Mirë po, aja është ngrit mbi utopi, utopi është mbi onra, mbi pralla, e pa e qenë, e pa ekzistueshme, e pa prekshme, e pa ndjeshme. Prandaj, këtu që ndërën ajo qështja, ato që e prejkë, që e ndjenë, që e fsheh. Se jo që gjithë që ka ndoshta edhe prejkët kështu fizikisht, po them me dorë, se liria s'prejkët me dorë. Po liria është ajo onër që kemë prit bje fjala. E ndjenë, të shkëm këto ardush. Vërtet, ajo ndjetë edhe, po, shka me bo. Tash do të bëllë një pyetje, me ndonë se rrjetet sociale në bëjnë pak real në komunikim, do më thonë dikujnë mos jemi real në komunikim. Po që me sinqert, si pas mendimit tim, këto rrjetet sociale në mënyrë ose në tjetrën janë për hopë edhe janë bosë kur aje puna, kur thëshin dikon edhe ka qenë fshirë me zbulu edhe budalën. Shpesher këtë mirë rrjetet sociale e gjenë vetë vetiu, me shpreje, pastaj s'po flasim për fjallore për ato. Mirë po merë lexoj gjitha bje fjalla për gjitha atyre, nuk mundesh me gjithë as gjyshmen e shprejeve që janë sinqerta, që janë bindse, që janë të kapshme, që janë të kuptueshme, edhe që përcjellin mesazh qartë. Po 60% janë ma tepër vetëm ose nëse unë jam me agimin bje fjala një vi partijake, po themi kështu figurativisht, unë i lidhej atë dhe kur s'ka hiç mirë agime, ose ai mua. Kjo është, nuk ka për mu nuk ka efekt, po sipas mendimit tim pa ka realitet, pa ka sinqeritet. Sociale shumë. Është vërtet. Çfarë do të thotë për juve në vërtetë? A është ndonjëherë nevojshme të mos jesh plotësisht i sinqert? A është nevojshme të mos jem plotësisht i sinqert? Po. A është nevojshme ndonjëherë? Po ndoshta në raste të veçanta, në raste specifike, se siç e thash edhe një herë miku, ndonjëherë përpiqem të modifikoj bisedat ose të zbosh për hir të situatës rrethonave ose rrethit miqësor ku jam.
për ndryshe, për nëse jam me njerëz të mi, njerëz që komunikoj sikur edhe me juve, bie fjalë edhe me një kategori të meqve që i kam këtu, absolutisht nuk rezervohem fare. Po them gjithmonë atë të vërtetën. Vetëm në raste të veçanta, në raste shumë specifike, po them, për hir të rrethit, për hir të natyrës, bisedës, atmosferës, ose diçka tjetër, ose diçka e ngjashme. Për ndryshe, vje keq, po gjithmonë ju qëndroj mendimeve të mia se kujtoj që jam gjendje dhe me argumentuar të me E di jam e bindur, por vetëm është kjo në pyetje kështu për bashkëbisedim. Si ndikon si ndiheni kur dikush flet hapur pa filtra me juve? Domethënë është shumë i sinqert dhe shumë i drejtë. Është qert njëri Drejt për drejt. Shumë e vërtetë. E marr shumë për zemër. I qasë me personalitet, me koncentrim, me bindje, me vëmendje, me qasje, me gjitha parametrat që i posedoj i qasën, absolutisht. Bile edhe më bëd mirë me nejt me kategori tjilë. Kam dëshirë të di se në fjallë e urë si që dhe nga dhe jo, thot, njëri jo sta të rëmë edhe mësën. Në vërtet. Pro, këtu ishin disa pyetje. Nëse dhe një rast një po avjem nërsa për elaborim, po që jam i tjekër. Jo dini që edhe Gjemal Labrini kështë një pyet, tha, a ke rajt nga herë një tonë? Në gjithë dim kush ka qenë Gjemal Labrini. Dikush ka lecu, dikush tjera. Edhe, tha, vallahe, ka një herë po. Edhe tha u stepën burrat në tha Gjemal Labria, kisë po e mërë shkume që është me rajt. Thot kom rajt atër kur o ka qenë një farë mënyre mu ka imponu, për hirë të një bamirësie, ose të një pajtime, ose një rastit veçanë. Bje fjalla kur ka qenë dy familje, të më thënë, në mos marrëveshje, ose mos thënë gjasje, se është fjallë e rëmë, të thënë kështo, po për një konflikt, ose diçka tjetër, ta kur nuk i kam thonë bje fjalla që ka thonë aji, sa i që kam pasë ma shumë, a i ka gjithmonë është logarit që ka qenë ma i fort. Normal. I referohen me kohën edhe ma vjetra, e dhe 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 tjekme. Edhe ja ka qenë mania shqiptarë në gjithmonë me gjithë veç moshkuj, se sa moshkuj qa që push ka tjera, po ikën ato koshe që, dhe në thënë, në rast e tila, edhe hasli që kishë marshë, dhe kemë veç të takoj se herën tjetër ja bëj masi, ose këm ja bo, ose tjera, dhe i kam thonë që të karon dy kujt, o pëndu nëse ka bo një të keqe, ose zëndë të dëgjoj mo, e tjera. Dhe më thëmë, edhe në raste specifike, kur e ki mendjen, kur e ki dëshirën, kur e ki vullnetin e bamirësis, ose tulljes tensioneve, ose tulljes një mos marrëveshje mes dy parve, kujtoj që atër edhe me rajtë kësë në jëtoj në kënjë shtarë barë, se pa fëndime që. Faleminderit shumë, është në vend dhe vërtet ajo që e thoni ju. Vetëm të lexoj një përshëndetje që na vjen nga miqja Loreta Mole, thotë mirë mbrëma miqtë mi me Radio Vlera, me mikun tim të nderuar Agim Gashi, ju uroj një mbrëmje dhe mision sa më të mbar. Faleminderit Loreta. Miqë nderuar, përshëndes edhe unë dhe të uroj çaste të bukura me Radio Vlera. Kështu, miko Hasan, sa i përket temës, nuk kam qatë pyes tjetër, nëse dëshiron me shtu edhe diçka urna, nëse ju në dëshiron me një kongë, dash që ndëra, nëse s'ki ku, të falenderoj shumë edhe njëherë, për kohën që ndonë me ne. Jo falenderoj që mi godin për hapësirë, po i falenderoj edhe këta nipat e mesa, që s'ma prishet qëtësit, se kanë mujtë më në prisë, për momentet po mirë se si duket është marrë zoja me ta, është mirë, kështu që falenderit shumë për hapësirën, falenderit edhe për durimin që të tregojnë edhe dëgjuesit dhe mendjen që tregojnë dëgjuesit, edhe kur bashkëbisedojmë edhe kur debatojmë, shpresoj që dëgjojmë herave tjera. Shumë falenderit për mbështetjen, të uroj dhe ty një mbrëmje sa më të bukur, përshëndetje edhe ata vësërakët atje. Ato bateritë, unë e kam një poezi bateritë e gjyshit, dhe ato e në bateritë unë një për mbesa,
Kështu që vërtet i përqafoj shumë dhe i përshëndes edhe nga ona ime. Faleminderit shumë Miku Hasan. Merci. Natën Mirë dëgjofshi. respekt, natën e mirë. Ishte poeti Miku Hasan Qiqalla me ne në shoqëri. Falenderojmë edhe për elaborimin e temës dhe për mesazhet që edhe përgjigjet që i dha rreth kësaj teme. Të nderuar dëgjues, ju falenderoj juve që po qëndroni me ne. Përshëndetje edhe për shumë dëgjues të cilët e shoh që na ndjekin në Shkabaj dhe në www.radiovlera.com dhe ju që jeni në live stream, gjithëve ju falenderoj dhe ju përshëndes për zemërsisht. Vërtet është një numër rekord atje në Shkabaj dhe vjen mirë që kanë filluar dëgjuesit të orientohen drejt Shkabaj dhe drejt e faqes tonë, pasi që nga njëherë po kemi problem me këngët dhe po na ndërprejnë Facebooku emisionin këtu. Do të ishte vërtet kënaqësi sikur ne do të kemi mundësi dhe të kalojmë plotësisht në Shkabaj ose në faqen e radios www.radiovlera.com, pasi që atje mund të nxjerrim gjitha këngët pa pasur nevojë të kontrollojmë. Një përshëndetje di që na ka dhuruar në fillim të emisionit, po më ka ikë edhe këngëtarja Rapsodia vërtet me zë Bilbili që mund të quajmë direkt Fatime Sokoli dhe vetona, Sabie Aiden Sylaj është me ne, përshëndes dhe ju uroj çaste të bukura me Radio Vlera. Më vjen keq e kom po, por e kisha në bashkëbisedim dikën nga dëgjuesit dhe më ka ikë përshëndetja e saj në fillim të emisionit. Edhe një herë përshëndesim dhe i urojmë çaste të bukura me Radio Vlera. Do shkojmë me një këngë të bukur nga Bardha Brahimaj dhe pikërisht me këngën Feja jonë është Shqiptaria, kënduar nga këngëtarja e Vlera Bardha Brahimaj. Në cilën i përshëndes gjithëve që po qëndroni me ne. Kemi kryqe
Përgëzojmë këngëtarën Bardha Brahimaj për këtë këngë kaq të bukur dhe jemi krejt në fund të emisionit të nderuar dëgjues. E falenderojmë propozuesen e temës Fatmire Aliun për temën e shkëlqyeshme që na propozoi dhe që është interesimi për shëndes dhe I falenderoj shumë pjesëmarrësit në këtë temë, ata cilët vërtet morën pjesë dhe dhanë mendimet e tyre rreth temës. Një falënderim për gjithë dëgjuesit kudo që dhe ngado që na ndoqën, duke shpresuar që e kanë kaluar edhe ata bukur dhe ne do ndahemi dal nga dal me ju këtu të nderuar dëgjues, duke ju dhuruar edhe një këngë të bukur dhe duke ju dëshiruar një natë të bukur e qetë nesër një javë të mbar, tonën si zakonisht e kemi pushim në radio, do të dëgjohemi të martën nga ora 20. Deri atëherë qëndroni mirë, natën e mirë të dashur bashkëdhetar. Mos dy për punë ndaj
Moje mira shtatë se në vit, radin e bota ashqyqore, mos lypë punën a e bukuri. Se e kanë vajzat shqiptare. Moje mira shtatë se në vit, radin e bota ashqyqore, mos lypë punën a e bukuri. Ouais, Ouais, vous faites quoi? bah on déj là.